Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të thjeshta, të shpejta, plot shije, të cilat I përgatis për familjen time. Po kështu është edhe receta për sot. Qëndroni me mua të fillojmë nga përgatitja pa humbur kohë. Në një tigan do shtojmë 2 lugë vaj ulliri, 150 gram salam të cilën e ndajmë në copa, e skuqim dhe pasi është gati e heqim me një anë. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Çdo ditë postohet nga një recetë në kanal. Pasi e kemi hequr me një anë, po aty 4 deri në 5 speca të kuqe dhe jeshile sipas dëshirës suaj. Do t'i ndajmë në copa dhe do t'i vendosim në tigan, duke shtuar edhe një qep të pastruar dhe të ndarë në copa dhe 2-3 thelpinj hudhër. Masën do t'a përzjejmë shumë mirë dhe do t'a skuqim. Pasi është gati, do vazhdojmë me 1 lugë çaji krip, 4 lugë salcë domate. E mira do të ishte domate, por duke qenë që nuk jemi në sezonin e domateve, kam zgjedhur të shtoj salcë. Gjysëm gote ujë dhe do t'i gatuajmë për pak minuta sa të zbuten perimet. Pasi janë gati, do shtojmë 150 gram gjizë. Nëse gjiza nuk ju gjendet, mund të shtoni djath sipas dëshirës dhe sallamin që skuqëm dhe hoqëm me një anë pak më parë. Do t'a gatuajmë edhe për pak në zjarr të ngadalt sa të lidhen shijet dhe për 2-3 minuta maksimumi do t'a keni gati për ta shijuar. Është një recetë shumë e shpejtë, e thjeshtë dhe shumë e shijshme. Është ideale për ato ditë që nuk keni kohë ose kur ktheheni nga puna dhe ju duhet diçka e shijshme dhe ngrohtë, mund ta përgatisni lehtë në kuzhinën tuaj. Si ju duket, nëse ju pëlqeu, për të më mbështetur, mos dilni pa bërë like dhe pa lënë përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit dhe bashkë do dëgjohemi në recetën e radhës.